nga ana ligjore vetë shteti, përderisa ka parë këtë video, ka parë këtë incidenti që është bërë mediatike, shpërndar, gjithandej vetë shteti a do të reagojë, do të vit ju marrë ju në pyetje ty thotë zoti Gjuzi ka ndodhur kjo situata, do vini ta denonconi, ta kallzoni. Kam bërë pjesë publike, unë në raste të tilla funksionoj me drejtë zakonore, nuk të bëj kallzim. Këtu është rasti që si funksiononi ju, vetë shteti në këtë rast do të veprojë. Edhe një herë, e drejta e shtetit është të bëj shtetit çfarë të doj. Unë vetë nuk e bëj kallzim për zotin Demalia që më vjen në tavolinë me thyrje sharje deri në sulm fizik. Pse? Se jemi brenda një krushie 44 vjeçare dhe ne nuk do të ngatrohemi se ka pas goditje, e kupton, nuk ka pas goditje. Të kuptoj, e kuptova shumë mirë këtë se e shpjeguam pak më lart. Ju keni qenë pjesë e kuvendit shqiptar, e njihni ligjet e shtetit shqiptar. I keni njohur njëri dhe i respektoni, vlerësoni ato, apo jo?